projekti Poçari. Unë mendoj që Serbia ka dhonë shumë pore ma herët me na po qështu. Cëpë. Nuk ja ka rritë qëllimi. Albin Kurti, preja 15 vjetë ka rritë që na tash me po njonin qetërin si armik. Po din që do nuk jo. Është e rrezikshme vre? Është shumë e rrezikshme. Qëre, aj po lidohet ka njëherë me Mitrovicën që atje, e thamë edhe një naj, qëre, Albin Kurti, kërëarën për shtet, e ka gjetë këtë institucionet, edhe policinë, edhe ushtrinë, edhe institucionet tjera, këtë orë dhe që ullë që ato, edhe policinë e ka përdur për propagandë edhe për interesa veç veta. Nëse dikush i ka bu bashk, stërd, nëse dikush i ka bu bashk, i ka bu Albin Kurti. Ne e po me dhe nëzirët që tash lokale. 90% kanë ndonjë zgjedhje dhe kanë festu, nuk e disha i në Beograd, a i në Kosovë. Asi zosen synia të një. Me flamoje, me daulla, në më ndollën ku metër. Ku hupën ta që u lavdojshin shumë, që e kemi shqiru Mitrovicën. Për neve, shqirimi ka ndodhë natë e nëmë. Për neve ka rëndësi kufini Kosovës. Jo ku që të mrena kufinit saj. Nuk ka shtet etnikisht pastet e kur. E na nuk u dojna musim si kur Miloševići të njerë. Ajna ka pas bo bashkë neve, dhe unë menoj që nëse dikush është meritor, që ka bo sërb bashkë është veç Albin Kurti, jo dikush edhe. Uroj që tu s'kena nevoj as për një vot, as për këtë vot, që di vallahe që ju e një mape dhe kë, nuk po mape dhe kë, po si nape dhe kë, veç na kena do përgjithsi, e fol juve, e fol shumë qytetarëve, jo veç Dernicit, po të Kosovës, Partia Demokratike është që që. Unë muna me fol për Partinë Demokratike shumë, sepse sukseset kanë ndodhur veç për Partinë Demokratike. Kisha pas shumë qetë që këllit do që vjen në këtë vend pushtet, me numru sukseset. Me debatu, a ke bo mirë, a ke bo keq. Na jetojmë qëtu. Unë e kam 15 për mesa, unë vendindje edhe ju nuk kanë tjetër. Qëtu e tjetër? A i s'ka këtu, nuk e ka as një vërë parve këtu, ose ka as familjen këtu. Nuk ka në interes, a i nuk ka kushëri, a i nuk ka miq, a i nuk ka shuk, se na kër e bojmë na i gabim, vjena i djallë, e kam i djallë migjës, për të e, që anë kësjel dhe jutja kështu. A i se ka kërkëm këtu. Për këshijat dhe për më sukseset i dini dhe ju dhe na. Sepse tash mundësit janë më informu, po besa mu dizinformu jënë këgjat mu. Na e kem një kryeministër, një kandidat për kryeministër, që unë menoj që është një person që e nje mirë problemin e Kosovës dhe është ekspert i fushës ekonomike. Unë menoj që vendit unë i duhet ndryshim i madh ekonomik. Nuk i duhet blokad.